Peshku i liçenit të Fierzës në Kukës është drejt zhdukjes. Ky fakt pohohet nga vetë peshkatarët e zonës, të cilët shprehen se gjuetia e palishme e peshkut me anë të gjeneratorëve elektrik, dinamit apo mënyra të tjera të ndaluara me ligj po e shferos të gjithë peshkun e këtij lloji liçeni, i cili është kryesisht troft. Masakra e cila është duke ndodhur në këtë liçen nuk kursen as periudhën e shumimit të peshkut, duke detyruar peshkatarët që prej 10 vitesh të mos hidhnin rasat. Peshkatarët në Kukës ne dalim sikur me gjujt për qef ose për zonë ndonjë send, po është e pamundur. Peshku është i zhdukur këtu në Kukës. Si është zhdukur? E ka zhdukur duke gjujtur me dinamit, me eksploziv, me granada, me generator të ndryshëm. Komplet peshku është i zhdukur. Liçeni është i ndortur, nuk është as për me gjujt, as për me bë plash. Pra si send. Ky liçen ka qenë i mirë para 10 vjetëve. Ka 10 vjetë e këtej aprish komplet. Përpara ka pas edhe peshk, ka pas kujdes nga shteti, është furnizuar liçeni Kukësit, nga ndërmarrja e gjuetisë peshkut, me rasat, tash as rasat se kush, as kush se dëmtojnë peshkun. Ky liçen jon ka ngel vetëm për dritë elektrike dhe jo për peshk. Tu duhet ndaluar gjuetia, të paktën për 3 vjet, në kohën e shumëzimit të peshkut. Mos gjuhet as me rrjeta, as me mjetet e tjera, absolutisht mos gjuhet fare. Vendosi ligji i shtetit. Nga 11 lloje peshku që kultivoheshin më parë në këtë liçen, sot kanë mbetur vetëm 4, ku llojet e peshkut si ballxheri, ngjala e tjerë të mos ekzistojnë më. Deri tani asnjë prej institucioneve përgjegjëse nuk ka reaguar për këtë krim që po i bëhet faunës në këtë liçen, ndërkohë që nga ana e policisë nuk është vënë asnjë person përpara përgjegjësisë.